Pas një takimi që zgjati një orë e gjysmë, kryetari i Këshillit të BE-s Antonio Costa i tha kryeministrit Christian Mickoski se mund të mbështetet te Brukseli për të lehtësuar ecjen përpara në rrugën e integrimit evropian. Megjithatë, nuk ka pasur ndryshime në qëndrimet e palëve. Costa kërkoi që propozimi francez të zbatohet dhe u pyet gjithashtu nëse Unioni mund të jepte garanci se nuk do të ketë pengesa të reja gjatë rrugës në të ardhmen. When we ask what kind of guarantees we have, it's clear. What is agreed is agreed. We have nothing more to agree. And now we need to deliver what we have agreed, and there are no more room to ask, nothing more to agree. Nga ana tjetër, Mickoski kërkoi vullnet të mirë dhe realizim nga pala bullgare. Ja sam podgotven во било кое време и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба за да дојдеме до заедничко решение како и двете страни да испорачат. Costa theksoi se i kupton në lëshimet që i ka bërë Maqedonia në rrugën drejt BE-s, por shtoi se me përkushtim mund të tejkalohen pengesat. Mickoski paralajmëroi një përkushtim edhe më të madh në periudhën e ardhshme. What is agreed is agreed. Now we need to deliver on this point. We don't need plan B. We just need to deliver on plan A. Пораката која што кажа председателот Кошта е порака која што ние ја слушаме долго време. И предпоставувам ќе ја слушаме. Доколку немаме прогрес. Mickoski theksoi se në kushtet e këtilla nuk është i gatshëm për hapjen e ardhshëm. Përndryshe, Costa e mirëpriti agjendën reformuese të vendit dhe pozitën për luftën në Ukrainë, pas çka Shkupje vazhdon turneun ballkanik në Tiranë.